shumica asnjëherë nuk është kriteri i të vërtetës. Do të thonë, shumica asnjëherë nuk është kriteri dhe standardi i të vërtetës. Duke komentuar këtë ajet, Imam Tabariu për pjesën e parë të ajetit thotë, nëse i bindesh shumicës, nëse i nënshtrohesh shumicës, Imam Tabariu thotë kjo nënkupton shumicës e jo besimtarve, ata që nuk udhhiqen nga Kurani dhe nga mësimit e pejgamberit e Islam, prandaj bindja e verbërt ndaj tyre çon në lajthitje nga e vërteta, si dhe humbje prej rrugës së të drejtë. Pastaj ndalet tek pjesa e ajetit, ata do të shmangin nga rruga e Allahut, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Rruga e Allahut është imani, besimi i vërtet, është bindja në rrugën e Allahut, është pasimi dhe ndjekja e shpalljes dhe mësimeve të pejgamberit e Islam, prandaj çdo rrugë jashtë asaj, edhe nëse ndiqet nga shumica, është humbje. Don, këto janë gjëra edhe të njohura, edhe të ditura qartësisht, të cilat na i ka trasu Kurani dhe pejgamberi ynë alayhis salam. Tash, një pjesë tjetër e këtij ajeti, Allahu thot, ata ndjekin vetëm hamendësime. Do të thonë, përballë kanë Kur'anin, mësimet e pejgamberit e Islam, ndërsa ideologjitë dhe bindjet e tyre janë hamendësime, nuk janë të vërteta. Prandaj Imam Tabariu thot, hamendësimi me hamendje, hamendësimi nuk është dituri, nuk është argument. Mendimet pa argumente nuk vlejnë, si dhe shumica flet pa dije, dhe zakonisht shumica kur flet nuk i referohen dhe nuk e kanë burim hynor Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit alayhis salam, por kanë burime të tjera. Dhe ajeti përfundon dhe vetëm gënjejnë. Flasin hamendësime, por në të njëjtën kohë edhe përfundojnë në gënjeshtër. Imam Tabariu thot, çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se i shpifin Allahut, gjëra të cilat Allahu nuk i ka thënë, shpifin gjëra për fen e që nuk janë pjesë e fesë, si dhe flasin fjalë pa bazë, prandaj gënjeshtra shpesh provohet si logjik, si e vërtet, por në fakt ajo është e pa pranuar.